Nga shtatori i këtij viti, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Arsim dhe Shkencë do të ndajnë 1570 bursa për nxënësit e ri në arsimin e mesëm dual. Për këto bursa janë siguruar 50 milion denar, thonë nga qeveria. Në vitin shkollor 2025-2026, nxënësit që do të regjistrohen në paralele duale dhe do t'i plotësojnë kushtet e konkursit, do të marrin nga 3500 denar në muaj për një periudhë prej 9 muajsh. Sektori real ka nevojë për kuadro të kualifikuara profesionale, prandaj si qeveri përmes këtyre masave dhe hapave po i stimulojmë të rinjt që ta vazhdojnë arsimin e tyre në njërin nga paralele duale. Për më tepër, dëshmi se përmes kësaj mase si qeveri po e zhvillojmë bashkëpunimin me sektorin real, është edhe përfshirja e 550 kompanive që do të jenë të angazhuara drejt për së drejti në realizimin e trajnimit praktik për nxënësit që do të regjistrohen në paralelet duale. Në komunikat gjithashtu thuhet se arsimi është shtylla më e rëndësishme e zhvillimit të Maqedonisë, prandaj po punojnë në ndërmarrjen e hapave konkret në këtë drejtim. Si qeveri po ndërmarrim hapa konkret për përmirësimin e arsimit dhe po krijojmë kuadro që do të kenë mundësi, nëse nuk e vazhdojmë procesin arsimor në nivel më të lartë, pas përfundimit të shkollës së mesme të punësohen në ndonjë nga kompanitë. Përmes kësaj mase po e ulim papunësinë, ndërsa njëkohësisht po i stimulojmë të rinjt t'i përvetësojnë aftësitë praktike që do t'i bëjnë më konkurrues në tregun e punës. Nga qeveria thonë se duke investuar në arsim cilësor dhe të reformuar, të rinjt do të qëndrojnë për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Maqedoni.